Allahun Azza wa Jalla falenderojmë, prej tij falë dhe ndihmë kërkojmë. Salavatet dhe selamet ja dërgojmë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të ndershme, shokëve të tij fisnik dhe gjithë pasuesve të rrugës së tij deri në ditën e gjykimit. Falenderojmë dhe madhërojmë Allahun Azza wa Jalla që është duke na dhënë shëndet dhe ymër që të kënaqemi me agjërimin e këtij muaji të bekuar. Njëkohësisht falënderimi i plotë takon vetëm Allahut Azza wa Jall, që edhe këtë stinë të nxehtë është duke na e bërë kohën dhe temperaturën shumë të lehtë. Çështja e cila meriton që të falenderohet Allahu Azza wa Jall si çdo herë. Me të vërtetë është një begati e madhe që Allahu Azza wa Jall është duke na e bërë kaq të lehtë këtë adhurim të madh, që të afrohemi më shumë tek ai që të na e falë gjunat e të na shton të mira. Sot vazhdojmë të shpjegojmë jetën e Ibrahimit alayhis salam. Sot do të fillojmë me shpjegimin e jetës së Ibrahimit alayhis salam. Pejgamberi i cili histori pak e ka më të gjatë se sa pejgambert që i kemi përmendur deri më tani, për shkak të provave dhe të lasheve të mëdha që i ka pasur me popullin e tij. Ibrahimi alayhis salam ka jetuar në vendin dhe ka lindur në vendin e Babilonit apo Babilonisë. Ashtu bi ardi Babil, kështu njihet vendi në të cilin vend Ibrahimi alayhis salam ka lindur dhe ka jetuar. Ibrahimi alayhis salam pastaj ka jetuar në vendin Haran. Pastaj ka jetuar një pjesë të jetës së tij në Egjipt, Misrën e sotit, një pjesë të jetës së tij ka jetuar në Mesjidul Aqsa, një pjesë të jetës së tij dhe një çast shumë të vogël e ka kaluar edhe në Mekë, kur e ka pru të thotë vladën e vet. Dhe përsëri do thotë është kthyer në Mesjidul Aqsa apo në Quds, ku edhe sot njihet vendi i cili është qyteti i Ibrahimit alayhis salam, që quhet El-Khalil. Sot me shku në Palestinë e keni një qytet e cila ka emrin El-Khalil. Pse? Sepse aty thuhet se gjendet vori i Ibrahimit alayhis salatu wassalam. Që do të thotë si pejgamber ka pas prova dhe jo rasti gjitha këto vende i përmendi, nga se gjitha në vende në të cilët do sprovu Ibrahimi alayhis salam me diçka. Vendi quhet Ardi Kenan, njëre prej vendeve ka jetuar tokat e Kenanit, fisit Kenan, dhe do të thotë në fund përfundimin e jetës së tij do të thotë ka pas në Beitul Maqdis. Ibrahimi alayhis salam vjen pejgamber me një kohë kur s'ka pas asnjë besimtar përpas Ibrahimit alayhis salam. Shishoni se çfarë sprove ka pas Ibrahimi alayhis salam. Vjen dhe dërgohet me një kohë ku nuk ka asnjë njeri i cili e beson dhe adhuron Allahun Azza wa Jall ashtu si duhet. I gjithë njerëzimi ishin të zhitur dhe të njollosën në pabesim. Dhe Allahu Azza wa Jall Ibrahimin alayhis salam e dërgon në mesin e tyre. Dhe Allahu Azza wa Jall përmend sifatet dhe cilësitë e mira të Ibrahimit alayhis salam dhe përmend se Allahu Azza wa Jall këtë pejgamber e ka zgjedhur për pejgamber duke qenë ai si i vogël dhe ka rujt prej gabimeve. Dhe thot Allahu Azza wa Jall: "Walaqad atayna Ibrahima rushdahu min qabl wa kunna bihi alimin." Dhe ne Ibrahimit ja dham si qelsin e banëm si qel qablahu, duke qenë ai vogël fëmijë. Wa kunna bihi alimin, edhe na e mësojshmi Ibrahimin. Edhe thot Allahu Azza wa Jall: "Unë isha ai i cili e mësoi ka Ibrahimin alayhis salam se si duhet me folë, si duhet me vepru." Dhe Allahu Azza wa Jall përmend tregimin e Ibrahimit alayhis salam në suratul Ankabut dhe ajeti i parë që thot: "Wa Ibrahima idh qala liqaumihi ibudullaha wattaqu." Sigur pejgamber deri më tani. Dhe thot Allahu Azza wa Jall dhe Ibrahimi
i cili i tha popullit të vetë, u'budullahe wattaqu, adhuroni Allahun edhe runu prej dënimit të Allahut azza wa jall. Dhe zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, kjo është më e mira dhe më e shnosha për ju, sikur që ju të kishim mendu mirë dhe shnosh. Shoni që ka lip Ibrahim a.s. prej popullit të vetë, ka thonë veç ju adhuroni Allahun edhe runu prej dënimit të tij, kjo është më e mira për ju, sikur se ju të kishit mendu mirë dhe shnosh. Innama ta'buduna min dunillahi awthana wa takhluquna ifka. Sot ju jeni të adhuru zotra tjerë përpas Allahut, edhe ju jeni të bëj iftira ndaj Allahut azza wa jall. Kjo është iftira. Janë gjithë një zotit një vepër e cila sikon hi Allahut azza wa jall. Innal ladhina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqan fabtaghu 'inda Allahi rizqa wa'budu. Sot edhe nisat mos harroni se këta idhujt të cilët jeni duke adhuru, këto juve nuk ju japin rizq, nuk ju japin me hangë dhe me pi, nuk ju çojnë shi dhe diell. Kurse do të rizku ju vjen prej Allahut azza wa jall. E si ka mundësi ju me adhuru dikan që nuk ju sjell as dëm as dobi e me akthi shpinën Zotit që Allahu azza wa jall juve va ka çuar të mira. Që Allahu juve va ka çuar gjitha të mira, që ka çuar bereqet, shëndet, rizq, mal, evlat dhe kështu me radhë. Washkuru lahu, falënderoni Allahun azza wa jall për gjitha këto të mira, ilayhi turja'un, nga se ju që të gjithë keni mu kthi tek Allahu subhanahu wa taala. Wa in tukadhibu faqad kadhaba umamun min qablikum wama 'ala ar-rasuli illa al-balagul mubin. Dhe Ibrahimi a.s. thaj, nëse ju ma ktheni mu shpinën, nëse ju mu më përgënjeshtroni, nëse ju mu më thoni se unë jam rënd, edhe pejgamber që kanë konë para mu, kështu i ka gjetë, unë e diket. Unë e diket, ama qka, wama 'ala ar-rasuli illa al-balagul mubin. Thot kurse thot, puna e pejgamberëve është vetëm me bos qarimin e fesë mubin, ashiqare. Ashiqare mirë, kadal, but, me drejt, duke mos jap shtjell. Thot puna e pejgamberit është vetëm me kallzu fen, me çun vend emanetin e Zotit, me çun vend fjalën e Zotit, ama çka? Balagul mubin. Këto është majstërdoke, që njëri kur t'ja thuish të fjallën e mirë, kur t'a thirish në fej, na e dim se udhëzimi nuk është në dorën tonë, është dorën Allahut azza wa jall. Ama jona është çka? Me bo belag mubin. Njerëzit mi thirë në fej, me va kallzu të mirën me të butë, me të mirë, edhe mi largu nga e keqja me të butë dhe me të mirë. Ashtu në atë formë që është më e pranueshme për njerin, dhe si pas njerit edhe muhabetin e banë, se për ndryshe se ki qunë vend e manetin Allahut azza wa jall, për ndryshe se ke sqaru fejnë ashtu si duhet, edhe ki me dhonë gjërat dhe llogarit të Allahu, pse njeri se ka zohë fejnë ashtu si duhet. Për këtë shak Ibrahim a.s. s'ka thonë ku wama 'ala ar-rasuli illa al-balagh, s'ka thonë puna e pejgamberit është vetëm me kallzu fejnë. Ja, el mubin ka thonë, me kallzu fejnë, mubin do me thonë ashiqare, mirë, kadale, but, ashtu si e kupton njeri. Edhe këtë du të me pas parasysh do musliman, i cili e din një të mirë, kur donë me a kallzu tjetrit, ta zgjedhë metodën dhe mënyrën që ati kur ta kallzojsh fejnë, a i mos ta shaj fejnë, mos ta refuzoje. Për këtë shak është rregull e fesë që njerëzve me ju thonë hadithun nase qadra qulihim atuhibbuna yukazzab Allahu wa rasuluhu, folni njerëzve atë sa kuptojnë. Ashtu si e kuptojnë, a keni qef ju që mu bo se vetë që dikush me shoh Allahun dhe pejgamberin e tij? Do me thonë, ndoshta na se nuk bëjmë ndonjëherë belag mubin, bëmi se vetë që dikush me shoh fejnë apo me akthi shpinën fejnë. Për këtë shkak, njeri i cili ka thonë dietar, njeri i cili është duke e kry haramin haptazi,
Jo çdo herë bëhet nasihat haptazi. Apo njeri I cili është duke kry haramin dhe është I nxehtë në atë, nuk është mirë që në momenti kur ajo është I nxehtë me bo nasihat. Nasihati është obligim, ama këtë I kitë talume nga se personi ka me refuzu nasihatin. Dush me agjet trafikin dhe momentin që ai kur ta ndëgjoj fjalën e Zotit me pranuat në formën si është më mirë. Dhe Ibrahim a.s. edhe pse boni shumë davet, Sejnë Ibrahimit a.s. e pranun Luti a.s. të cilën qka I kishtë Ibrahim a.s. Luti? Gjallë fëmijës. Gjallë fëmijës. Edhe kush e pranoj që tërkush shvejnë Ibrahimit a.s. Sara kurja e vetë. Qëni Ibrahim a.s. me vite, atë e besoj djali I mijës vetë Luti a.s. edhe Sara radiallahu anha, gruja e vetë. Këto ju bon tabi dhe thotë Allahu azza wa jall, fa amana lahu Lutun wa qala inni muhajirun ila rabbi innahu huwa al-azizul hakim. Thot Ibrahimin e besoj dhe ju bon tabi Ibrahimit Luti dhe tha inni muhajirun ila rabbi, unë do të hiki për të arrujt fejnë teme, innahu huwa al-azizul hakim, nga sa Allahu është I fuqishëm dhe juti. Ibrahim a.s. davetin e tij në fillim e ka bo në dy vende, në vendin Haran edhe në vendin Babil. Shiqoni me dy popull të ndryshëm, me dy fe të ndryshme. Dhe Ibrahim a.s. atin dhe të të besimin në Allahun e Azza me yjet, me honën edhe me dilin, sepse ata I adhurojshin 7 yjet të ndryshme, që ishin mahlukatet Allahut Azza wa Jall. Dhe Ibrahim a.s. falamma janna përmend Allahu Azza wa Jall rastin dhe thotë wa kedhalike nuri Ibrahim malakut as-samawati wal ard wa la yakuna min al-muqinin. Falamma janna alayhi al-layl ra'a kawkaba. Dhe thotë kur u bon natë, Ibrahim a.s. e pa një yll. Dhe tha, qala hadha rabbi, I tha popullit vet, ky ylli është Zoti jam. Falamma afala qala la uhibbu al-afilin. E kur u hub ylli, Ibrahim a.s. tha, unë nuk ja adhuroj ata që hupin. Nuk ja adhuroj. Pastaj tha, falamma ra'a al-qamara bazigan qala hadha rabbi. E kur e pa më vonë, tha, honën, e cila kishte dalë mirë ashiqare, çka tha, hona është Zoti jam. Pastaj, falamma afala qala la in lam yahdini rabbi la akunanna min al-qawmi ad-dallin. E tha kur u hub hona, tha sikur mos të më kishte udhëzuar Zoti, unë do të kisha qenë nga të humburit. Tha nuk ja adhuroj këto. E më vonë, kur vdul dita, falamma ra'a ash-shamsa bazighatan qala hadha rabbi hadha akbar. Tha kur dul dilli ashiqare, tha dilli qenë ka maj madh se këta tjerë, dilli qenë ka si kris maj madhe se yjet dhe maj madhe se hana. Tha atër ketun e kam Zot. E pastaj falamma afalat qala ya qaumi inni bari'un mimma tushrikun. E tha kur përëndoj dilli, tha Ibrahim a.s. o populli jem, tha unë jam larg fesë që ju e keni, unë jam larg besimeve që ju jeni duke I besu. Si ka mundësi unë me adhuru një yll I cili del dhe shkon, si ka mundësi me adhuru honën I cili del dhe hup, si ka mundësi unë me adhuru, si ka mundësi unë me adhuru këtë dill që lind dhe përëndon. S'ka mundësi unë me adhuru. S'ka mundësi unë me adhuru këto krijesa të cilët janë të përkohshme. Edhe tha në fund, inni wajjahtu wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal ard hanifa wama ana min al-mushrikin. Thot unë e adhuroj Allahun Azza wa Jall, I cili e krijoi prej kur gjohet qiellin dhe qejt dhe tokën. Qejt dhe tokën
Wama ana min al-mushrikin, edhe unë nuk jam nga ata që i bëjnë shirk Allahut azza wa jall. Wa hajjahu qawmuhu, edhe populli vet fillon me bën mohabet. E shkurtimi i ndodhis, Ibrahimi a.s. ju thot, si ka mundësi unë më makthi fjallën me mohabetet kota, si ka mundësi unë mu frigu për këtin dhe idhujve, kur këta së në mbëjnë as mirë as keq, kur si ka mundësi unë mu trishtu prej hanës, se cila hanë del me izdin e Zotit, si ka mundësi unë mu friksu prej dillit, i cili dill lind me izdin e Zotit e perëndon me izdin e Allahut azza wa jall. S'ka mundësi. Dhe thot, unë kam frikë se mira dhe keqa vjen vetëm për Allahut azza wa jall, edhe vetëm Allahut i kam frikë. E Ibrahimi a.s. si pejgamber e pat edhe një problem tjetër. Problemin e kishte shtëpia me babën e vet, i cili ishte mjeshtër dhe prodhues i idhujve. Para mendoni çfarë kontradikte. Djali pejgamber ka ardhën që njerëzit me thirr me besu në Allah, e baba ishte nga ata, jo që bëj ke vetëm shirk, por se e prodhoi ke shirkun. Idhujt a i ndreçke me dur të veta, ishte mjeshtër, majstor i putave dhe i idhujve. Dhe Allahu azza wa jall thot, wadhkur fil kitabi Ibrahim innehu kana siddiqan nabiyya. Thot o ti pejgamber, përmend në Kur'an Ibrahimin, innehu kana siddiqan nabiyya, nga se thot me të vërtet Ibrahimi ka qenë i sinqert edhe pejgamber. Idh qala li abihi, pse akon i sinqert dhe pejgamber, pse veçohet? Nga se ka pas punë me babën dhe ka nejt karshe. Ama si ka nejt karshe? Ngon ishta sjellën e Ibrahimit a.s. me një babë mushtrik, edhe krahasoni sjelljen ton me baballarët që janë musliman anedan. Edhe këshirni ku e kina hallin në sot. Këshirni si kemi punët me babën e si kemi punët me Allahun azza wa jall. Allahu na ruaj nga ky gabim. Idh qala li abihi ya abati. Allahu akbar. Shishoni çfarë tërbije. Sot Allahu azza wa jall, edhe kur Ibrahimi a.s. i tha babës së vet, ya abati, o baba jem. Ja abati është forma më e këndshme, më e mirë, më e dashur në gjuhën arabe që djalit i drejtohet babës vet. O baba i shajshet i vajnë, në kanë shjak dërven. Ha? Kështu i vjen, ja abati. Kosovar që si i thënë, ajde në Kosovar. Jo, a di pse du me thonë këtë? A dim në, a i dim bile atë lafët mi ditë, sa i përdorëm jo, bashka ma vetë. Spaku të asho, a i dim në lafët. Baba i shishëm. O baba i shishëm, ha? O logjbab. Kështu Ibrahimi a.s. i drejtohet babës së vetë, i cili, a dini qka është të bo? Shirk. Gjunajnë, matman, ruzin në toksor është të bo, para syve të Ibrahimit a.s. Edhe ki i thot, o baba i shasht, o baba i shisht. Lime ta'budu ma la jesma'u, wala yubsiru, wala yughni anka shay'a. Thot pse? Pse i e të adhuru? Shiri nuk i të thonë pse i të bo shirk. I thot pse e të i adhuru? Nuk i thot o mushrik, o qafir, o dinsës, o pis, o ato, ja. Thot pse e të i adhuru? Ata të cilët as nuk shofin e as nuk dëgjojnë. Shëja përmend mangësit e atimve putave, nuk i përmend mangësit e babës. Nuk do të i përmend e babës vetë nuk sa nëkin nga tërbia që i ka ndaj babës. A nuk sa nök matë ma se mi bo shirkë Allahut s'ka. Ama nuk e përmend. Ama nuk e përmend. I thot pse e të ja adhuru këto putat, të cilët kanë nuk sa ndëke, as nuk shofin, as nuk ndëgjojnë, wala yughni anka shay'a, e ti s'ta bëjnë kur një fartë mire këta, nuk bëjnë kur një farë dobije. Shishoni dhe me këthot o bob, unë e kam dert që ti pun që i ban që lodhësh,
kam qef që ti të kesh dobi pi ative, mos shkoj lodhe e o të badjava. Shqoni qfar qasje, qfar raporti ka me problemin. Shqoni si balafaqot me problem. E vladi me babën, i cili është e boj gjunajnë më të mëmë në ruzillin toksor. Edhe shqoni se si i qasët qfar mesazh i qanë babës vetë. Pastaj thot, ja ebeti, inni qad jaeni min al-ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Thot, o baba jem, apet. O baba jem. O babi respektum. Inni qad jaeni min al-ilmi ma lam ya'tika. Thot, mu më ka ardhë një ilm, më ka ardhë një ditori, të cilët ti s'kan ardhë. Nuk i thot të cilët ti nuk i din, që ti s'merr vesh, unë e marr vesh sot, se kum lexu qitabe o bab, ti s'di kur gjon e pismenin e jo, e na sot tri të e kina ip në hone, kina bo namin. A ka pun me bab musliman? Shiqoni, si i tregon babës vetë se kjo është pejgamber, me sa tërbije, me sa kujdes, që baba e vetë mos të ofendohet. Nuk i thot o bab, unë di diçka që a thi nuk din. A kini me din shumë gjona që si di ke baba vetë, ama i thot kësho, o bab thot, mu më ka ardhë një ilm që ti s'të ka ardhë. Ha? Më ka ardhë një ilm që ti s'ka ardhë. Ja thot fjallet se kjo është pejgamber e baba nuk është, ama ja thot me mënyrë që ai mos të ofendohet. Mos të ndije vetën keq. Ku jemi o gjeme baba Allah? A i në ta hiq. Kina pun me babalarë musliman, shpesher, vjen djali dhe thot e kam një bab, s'mervesh, e zdin, e at, e ket, e ti që rap shpo dishe. E baba s'po dika. Apo vjen thot, Allahu më se bab, thot e kam një bab qafir, e kështu e ashtu, e pse babës po hika nëj namaz. A kështu është të bijë me baba. Po edhe në kovë benime shka me brina, po nuk sjellët be njeri kështu me babën, o musliman. E jo më kur të kesh babë i cili është i xhamis, i kiblës, i cili e do në fejnë, ku i ka hije muslimanit e vladit? Musliman, nëse thejnë aso është musliman, me folë kësi lafe për babën e vetë. A hiq nga se lezojmë historinë e pengamberve? A hiq nga se lezojmë Kur'an? Edhe vjenaj në emër të Kur'anit dhe të sunetit e shamë babën e vetë. Unë se di qëfar qitapi kanë lezu këto lafe se di, ama në Kur'an, sunet, ja, si janë kështu. Nësi ka lezu dhe një Bibli dhe një kujdiku, pa mundët. Ama në Kur'an, sunet, ja, këto si pranojna. Shqoni sa mirë, sa but, i ka zonë babës vetë sa o pengamber, dhëtë mund ka ardhë një ilmë, që ti alas ka ardhë, dhe ba. Fët të bi'ni, ehdike siratan sëvija, thët hajde me mu, hajde bashk, ehdike siratan sëvija, që me të tregu në udhën e drejt, udhën e shpëtimit, udhën e rahatis në dunjojnë akiret. E na nëse kimi bab i cili ban gabim, i cili ndoshta e lën dunjë namaz, ne si kimi trajtu problemin? A kimi thonë babës, o bab, mos me falë namaz i e qafir, edhe për hajtë koftë kufri, kjo fjallë është shumë e keqe, që s'ka i e muslimin. Edhe së vetë së nështë i bo mirë, e jo më juve do t'ju boj mirë. Qfar zotri ka në këta? Qfar zotra ka në këta që ju mi adhuru? A i një në ta, o muslimanjës, o ju njerës. Dhe ata, kure pasësën po balafaqon me Ibrahimin a.s. Qka e dhanë gjevapin? Kalu harrikuhu wansuru alihetekum in kuntum fa'ilin. I thanë, djegne Ibrahimin edhe dil nuk ra zotrave t'juve. Edhe dil nuk ra zotrave t'juve edhe djegne këtë gjallë i cili është duke bo
duke bo probleme. Dhe Ibrahimi a.s. për këtë shak dhe më thonë një arriti me bo këtë, nga sa ata e kam pas qatë dit një fest të madhe, një bajram të vetin, edhe kur baba i vetë Azeri i thot Ibrahimit hajde me mu, Ibrahimi a.s. i thot fekale inni sekim, i tha babës së vetë, ja babë, tha së mvisë unë jam i smut, kje priti momentin që kur kush mos me konë atin në katon, kretë me konë të mleth me një vend, që kjo me shku me sos punën, edhe kur ndodhe problemi, ketë njerëzit me një problemin edhe ketë njerëzit me mujt me kuptu realitetin e besimit të kotë që e kishte ki popull zullumqar. Koha mbaroj, do të vazhdojmë pjesën e dytë. Kjo ligjërat se duke do të bëhet në 3 pjesë, vëllu mundova me shkurtu, po në ma shkurt nuk shkon, nuk e da. Lusë Allahun Azza wa Jall që të kemi dobi nga këto ligjërata, që të na jep mirët e dunjos dhe të ahiretit gjithëve së bashku. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Nesër e kemi pjesën e zarmit dhe djegës së Ibrahimit a.s. dhe pjesët tjera që kanë mbetur. Allah koftrazi për sabre. Talebet për ders në të vinë të ndrejnë dersi, më shpejt. Grek të më njërë.